Pronari i grupit Bolv Oil, mafiozi Behar Çukaj, përmes lidhjeve dhe ndikimit të krerë të politikës dhe pushtetit në segmente të drejtësisë dhe përmes rrushfeteve, i ka shpëtuar ndëshkimit, megjithse ka qenë disa herë në hetim gjatë 15 viteve të fundit. Ndaj tij ka patur prova për evazion fiskal, mashtrim doganor, mashtrime TVSH, pastrim parash, kontraband karburantesh, bilance false, vjedhje karburanti në depozitat e Alpetrol dhe grabitje tokash në Tiranë me falsifikime dokumentesh pronësie në bashkëpunim. Emri i biznesmenit Behar Çukaj dhe kompanisë së tij Bolv Oil ka dalë sërish për të njëjtat vepra penale në dosjen Bankers, tashmë marrë si çështje nga SPAK, pasi është klasifikuar si grup i strukturuar korrupsioni dhe krimi ekonomik financiar. Personazh kryesor dhe tepër aktiv në këtë grup është Behar Çukaj, i cili ka përdorur kompaninë Bolv Oil dhe disa biznese të tjera hidrokarbure për të vjedhur shtetin dhe për të pastruar miliona euro përmes falsifikimeve dhe mashtrimeve fiskale. Për të zbuluar palishmëritë e Behar Çukajt, SPAK dhe BKH janë futur në labirintet e zeza të aktivitetit të kompanive Bolv Oil dhe Olsi, gjurmët e të cilave kanë çuar në abuzime të shumta edhe jashtë sektorit të hidrokarbureve përmes firmave të tjera të tij. Përveç 10 milionë eurove të qarkulluara nga Bolv Oil me dokumente tatimore false në bashkëpunim me Bankers, të konstatuara nga hetimi fillestar i prokurorisë së Fierit, PKH ka zbuluar edhe 310 milionë euro të tjera që Behar Çukaj ka fshehur sërish në bashkëpunim me Bankers përmes kontratave për punë të pakryera, transferta dhe fatura TVSH-je fiktive, që prej vitit 2008 kompania Bankers kishte kontraktuar kompaninë Bolv Oil të Behar Çukajt për kryerjen e transportit të naftës përmes kompanisë së tij Bolv Trans SHPK. Kjo kompani transporti u krijua në mars 2011 para 3 vitesh, pra 3 vite pas lidhjes së kontratës me Bankers dhe u mbyll në dhjetor 2011. Megjithatë, deri në qershor 2025, ajo vazhdonte aktivitetin pa licencë, deklaronte punë të kryera dhe lëshonte fatura TVSH-je, me të cilat i vidhte miliona shtetit. Gjurmët e milionave të përfituara nga Behar Çukaj e kanë çuar BKH-n tek investimi prej 120 milionë eurosh për blerjen e 50.000 m2 tokë të grabitur në Fark dhe ndërtimin e kompleksit Tulipan me vila, disa prej të cilave janë përfituar nga politikanë të korruptuar dhe persona të krimit organizuar. Në dosjen hetimore është përfshirë edhe vjedhja e 1.3 milion litrave naftë nga depozitat shtetërore të Alpetrol, për të cilat Behar Çukaj është proceduar në 4 raste gjatë viteve 2014-2021, por hetimet janë pushuar nga prokuroria e Fierit. Më 17 shtator 2021, Behar Çukaj krijoi firmën Kolegji Alma Mater Europe Campus College Rezonanca me aktivitet përgatitjen e specialistëve të mjekësisë, me studime universitare dhe pas universitare në fizioterapi, farmaci, ginekologji, infermieri, biokimi laboratorike dhe stomatologji. Gjatë një viti aktivitet pa licencë, kjo kompani shërbeu për pastrimin e rreth 60 milionë eurove dhe më pas u mbyll pa bilance. Sipas raportit hetimor, në 154 raste Behar Çukaj ka përdorur për transferta dhe shpenzime financiare ilegale, si dhe për pjesëmarrje fiktive në tender, kompaninë tjetër hidrokarbure Olsi SHPK e regjistruar në emër të djalit të tij, Olsi Çukaj, të cili në vitin 2017 e kandidoi për deputet në listën e PD-s. Pastrim parash dhe transferta milionash, mafiozi Behar Çukaj i Bolv Oil ka kryer edhe përmes kompanive të tij RC Rira, Inbi, SHRSF Olsi dhe BO Construction.